Universiteti QRPO mbytet në gohia e familjes DHR e partisë. Kur auditorët zbrazen, Merita vdes dhe universiteti kthehet në pronë private. Universiteti Ekrem Çabej, një emër që duhet të mbante peshën e dijes, të kulturës dhe të formimit akademik serioz, po paraqitet sot në opinion publik si një nga shembujt më tronditës të degradimit të arsimit të lartë në Shqipëri. Denoncimi i bërë nga Partia Demokratike me akuza të rënda për nepotizëm, klientelizëm dhe kapje familjare të strukturave universitare nuk është thjesht një përplasje politike e radhës. Është një alarm i fortë për gjendjen e një sistemi që prej vitesh po rrëshet nga meritat e pazari, nga akademiat e farefisi, nga cilësiat e qoka. Nëse këto pretendime rezultojnë të vërteta, atëherë nuk kemi të bëjmë me disa raste të izoluara abuzimi, por me një deformim të thellë të vetë idesë së universitetit publik. Sepse universiteti nuk është zyrë punësimi për kunata, kushërira, djem, nuse djemsh, motra, vëllezër e krush. Universiteti nuk është stre familjare për interesa të mbyllura. Universiteti është institucion publik, i ngritur mbi dijen, garën, standardin dhe meritën. Në momentin kur këto zëvendësohen me lidhje gjaku, universiteti pushon së qeni tempull i dijes dhe kthehet në skemë mbijetese për klientela të ngushta. Më e rënda në këtë histori nuk është vetëm lista e gjatë e emrave, lidhjeve familjare dhe posteve të dyshuara si të kapura nga njëri i të afërmve. Më e rënda është normalizimi i këtij modeli. Kur opinioni publik dëgjon se në një universitet mund të ketë ish sanitar në zyra që kërkojnë ekspertizë profesionale, drejtues me një zinxhir të afërmish në poste akademike, familje të tëra të sistemuara në administratë dhe deg studimi të mbushura me lidhje bashkëshortore e farefisnore, atëherë pyetja nuk është më vetëm kush e bëri këtë. Pyetja është, si u lejua të shkojë deri këtu? Sepse nepotizmi nuk është thjesht padrejtësi morale. Nepotizmi është mekanizëm shkatërimi. Ai vret konkurrencën. Përjashton të zotët. Demoralizon të rinjt. Kthen diplomat në letra pa peshë. Zbraz auditorët nga besimi. E bën pedagogun e ndershëm të ndihet i huaj në institucionin ku duhet të nderojë puna e tij. E bën studentin të kuptojë se në këtë vend nuk mjafton të studiosh, të përgatitesh dhe të sakrifikosh, duhet të kesh mbiemrin e duhur, shtëpinë e duhur, telefonatën e duhur. Dhe pikërisht këtu nis tragjedia e vërtetë e arsimit të lartë publik në Shqipëri. Jo të statistikat e thata, jo të strategjitë e bukura në letër, jo të konferencat me fjalë të mëdha për cilësi dhe ndërkombëtarizim, por të fakti brutal se sistemi mund të jetë kalbur nga brenda. Çfarë vlere ka çdo strategji kombëtare për arsimin, nëse në terren universitetet perceptohen si territore të ndara mes klaneve, familjeve dhe ndikimeve politike? Çfarë vlere ka ligji, kur merita shtypet nga misia, farefisnia dhe servilizmi? Çfarë vlere ka diploma, kur institucioni që e lëshon është nën hijen e dyshimeve kaq të rënda? Ky është thelbi i krizës, jo vetëm rënja e standardit, por rënimi i besimit. Një universitet i kapur nga nepotizmi nuk prodhon vetëm padrejtësi për stafin. Ai prodhon mosbesim shoqëror. Ai jep brezit të ri mesazhin më të rrezikshëm të mundshëm, se Shqipëria nuk ecën me merit, por me lidhje. Dhe kur ky mesazh jepet pikërisht nga universiteti, dëmi është dyfish. Sepse universiteti duhet të ishte vendi ku ky mentalitet thyet, jo vendi ku ai vuloset. Natyrisht, akuzat e bëra publikisht kërkojnë verifikim të plotë, të paanshëm dhe institucional. Askush nuk mund të dënohet me deklarata politike dhe askush nuk duhet të shpallet fajtor pa hetim. Por po aq e vërtet është se heshtja përballë këtyre pretendimeve do të ishte bashkëfajësi morale. Ministria e Arsimit, organet e kontrollit, strukturat kundër konfliktit të interesit dhe drejtësia nuk kanë më luksin të fshihen pas burokracisë. Ose këto akuza rrëzohen me transparencë dhe prova, ose vërtetohen me hetim dhe pasoja konkrete. Çdo rrugë tjetër është arratisje nga përgjegjësia. Sepse në fund fare, çështja nuk është thjesht Universiteti Ekrem Çabej. Çështja është modeli që po i ofrohet vendit. A duam universitete publike që prodhojnë dije, elitë dhe standard? Apo institucione të lodhura, të varura nga politika dhe të mbushura me interesa familjare, ku titulli akademik bashkëjeton me dyshimin, ndërsa merita rri në korridor duke pritur një derë që nuk hapet kurrë? Nëse akuzat që janë hedhur në publik mbajnë qoftë edhe një pjesë të së vërtetës, atëherë kemi përballë jo një skandal lokal, por një akt akuz të rënd ndaj gjithë sistemit universitar publik. Dhe ky sistem nuk shpëtohet me deklarata të bukura, as me heshtje administrative. Shpëtohet vetëm me dritë të plotë, me hetim të thellë, me pastrim institucional dhe me rikthimin e meritës në qendër. Sepse universiteti nuk mund të jetë pronë e askujt. As e partisë, as e familjes, as e klanit. Universiteti duhet t'i përkas dijes. Dhe kur dia poshtërohet vetë e ardhmja e vendit.